Shqiptarët më duan kaq shumë sa që më dërgojnë lule varesh për ditëlindje. Një kuror me lule që unë do të merja kur të vdisja, e kam parë në të gjallë të dashur shqiptar. O Zot, çfarë dhurate e bukur për ditëlindje. Ju uroj të gjithë burrave, meshkujve shqiptar që kanë sakrifikuar për familjen, që të marrin lule si unë para vdekjes, që ta kuptojnë se sa shumë i duan të afërmit e tyre. Këto lule të bukura më shkaktuan një zemërim kaq të madh, sa që gjeta origjinën e qytetit të Dasaretëve, Orgysa. Të dashur shqiptar, Orgysa, ky emër qyteti, është përmendur në veprën e Ptolemeut. Në veprën e Ptolemeut ai thot që ekziston Okeanos Orgysios, që do thot oqeani i zemëruar. Fjala Orgysia në gjuhën e Ptolemeut është emër abstrakt. Është emri i qytetit të Dasaretëve. Dasaretët banonin pranë liçenit Lychnidos dhe gjatë dimrit liçeni zemërohej. Kishte valë të larta. Dhe ata krijuan emrin Orgysia nga vepra e Ptolemeut. Pra Dasaretët dinin greqisht, flisnin greqisht në mënyrë të shkëlqyer. I vetmi ndryshim midis ilirëve Dasaret dhe helenëve në Hellad është ky. Në gjuhën helene, Orgysios vjen nga emri he orge. Është origjina fjalës orgjia, festave orgjiniake të Dionisit. Sepse Dionisi i tërbonte gratë, ju e dini që një herë në muaj gratë tërbohen, çmenden, dhe ato silleshin në mënyrë të tërbuar. Por jo vetëm gratë helene, gratë ilire, të gjitha llojet e grave në veprimin e hënës, një herë në muaj luajnë nga Mëntekokës. Ka dhe gra që luajnë nga Mëntekokës gjithë jetën, por një herë në muaj të gjitha gratë ilire, helene, romake, çdo lloj gruaje është në ndikimin e hënës. Dhe tani, këto festa dionisiake ishin shumë të mira, sepse gratë e nxirnin dufin e tyre, mblidheshin në festa orgjiake. Lëvizni si të çmendura, domethënë çdo grua ka një dozë psikopatie shumë të theksuar, por e nxjerr këtë inat një herë në muaj, në festat orgjiake të Dionisit. Dhe ato shqyenin rrobat e Dionisit, që ishte një perëndi, kuptohet. E bënin atë copa, prandaj Dionisi bëhet copa, kjo është arsyeja. Gratë e tërbuara e coptonin Dionisin, dhe Dionisi është origjina e fjalës Zot në gjuhën helene, Theos. Theos do thotë të bësh sakrificë për Dionisin dhe për zotat e tjera. Por Dionisi është perëndia më e tërbuar, është perëndia e dehjes dhe origjina e fjalës dehem në shqip. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Tani, kjo mund të jetë dhe origjina e fjalës det, që ka kuptimin liqen në gjuhën e Dasaretëve. Dhe emri Dasaret është Dataret në origjinal, por në gjuhën ilire të-ja u kthye në ss në mes të temës së fjalës. Shqiptarët thonë që emri Dasaretëve do thot det për liqenin Lychnidos, që do thot lamp në greqisht. Por në gjuhën shqipe është emri Dionisit dhe emri detit. Dhe kuptimi i fjalës dehem. Pra, gratë shqiptare edhe deheshin, pinin verë gjatë periudhës së festave të Dionisit. Pra, në qoftë se shqiptarët do ta kishin vazhduar pakanizmin e tyre, do kishin vazhduar festat e Dionisit dhe shqiptarët do kishin shpëtuar, por nga që shqiptarët e mbajnë të mbyllur
brenda atë zemërimin e tyre, sidomos gratë shqiptare, ato pastaj janë nxjerrin të gjithë natin djalit, burrit, domethënë meshkujve në përgjithësi. Dhe ky është problem i shoqërisë sonë shqiptare, është shumë e dhunshme, sepse gratë shqiptare nuk e nxjerrin don dufin në festat orgjiake. Pra, origjina e fjalës orgia ose orgjia vjen nga orge, që në gjuhën helene është he orge. He është pjesa e trajtës së shquar të emrave femror. Në gjuhën ilire është pa he. Një lloj si lembos është varg ilire. Në gjuhën greke kjo është ho lembos. Në tekstet që kam gjetur unë në Dalmaci dhe në jug të Francës, në Marseille, koloni heleno-ilire, është pa pjesën e trajtës së shquar. Ky quhet dialekti epik. Pajonët, peuketët, daunët flisnin helenisht, sipas Plinit të Vjetër, por thjesht nuk përdornin formën e trajtës së shquar. Kjo ka qenë diçka e njohur në antikitet, por është harruar. Ilirët kanë folur dialektin epik. Ky është dialekti i poemave të Homerit, grekët e quajnë gjuhë artificiale, vetë ata. Kur janë botuar për herë të parë poemat e Homerit dhe Iliada dhe Odisea, në Athinë kanë ndodhur demonstrata të përgjakshme, nuk donin ta besonin grekët që gjyshrit e tyre kanë folur një gjuhë artificiale, ku mungojnë format e trajtës së shquar. E pra, këtë gjuhë e flisnin ilirët, pajonët, dalmatët, dhe unë i kam gjetur të gjitha tekstet që amerikanët i kanë kopjuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë në bodrumet e saj. Amerikanët i nxjerrin këto në faqen e tyre të internetit dhe unë i kopjoj këto të gjitha dhe po ja sjell juve. Por amerikanët nuk e dinë që qyteti Orgysa është mbiemër i përdorur për herë të parë në veprën e Ptolemeut, do thot Okeanos Orgysios, do thot oqean i zemëruar, i tërbuar. Është emri për Lyknidos, për atë zot që është në qiell, dhe ky është burimi i qytetit të Dasaretëve. Dhe në gjuhën dasarete, he orge shqiptohet thjesht orge. Tani, ky është një zbulim kaq i madh, kaq epokal, sepse ky emër është gjetur vetëm në latinisht, në veprën e Titus Livius, kur ai përshkruan një qytet në Maqedoni, një fortesë atje, dhe qytetin i lirë Orgysa. Kjo bëhet në latinisht Orgisa, me i, por është dhe varianti me y. Çfarë ere mirë që i vin ka vdekjes, bre, burra. Pra që mos të merrni dhe ju lule vdekjesh për ditëlindje, lejojini gratë tuaja dhe motrat tuaja që të bëjnë një jetë më të kënaqshme, më të mirë, ta shfryjnë pak dufin e tyre, që pastaj të mos ju çojnë lule vdekjesh për ditëlindje të dashur shqiptar. Ju faleminderit për vëmendjen dhe ju uroj jetë të gjatë të gjithë burrave shqiptar, të cilën ja ka shkurtuar jetën gratë e tyre, mbasi u zhduk paganizmi dhe nuk festojnë dot festat e Dionisit, festat e dehjes. Ju lutem gra shqiptare, dehuni një herë në muaj, nuk ka asgjë të keqe. Atëherë nuk do t'i çoni lule vdekjesh burrave dhe vëllezërve tuaj. Mirupafshim, gra të bukura ilire, dasarete.